ka hodhë 10 kg për 1000 metra, 2 lëm, ose i bje 1 kuintal për 1 hektar. Gjatë kësaj kohë të shikoj ka marrë atë zhvillim dhe është momenti që ky të shikoj kërkoj ushqim. Bima kërkon ushqim. Kërkoj ushqim sepse të shih fillon rritja, zhvillimi, ngritja. Edhe gjatë kullimin e ka në rregull se i ka bërë gjitha kanale dhe kanali që pamën atje ishte i bërë mrekulli dhe ky vijat e kësaj i ka bërë në rregull. Tash dore dytë do të shkojë këtë 12 deri në 15 kg për 2 lëm ure. Dhe këtë them që këta e hudhin me mekanizim, po një këshill jap për mekanizatorët që duhet ta kolidojnë makinën mirë që do të bjerë uniform. Sepse në rast se nuk bie uniform, atje ku bie plen më shumë krijohet djegje. Edhe fillon bima zverdhet dhe qet pulla. Këtu duket që është shkollë mirë për shkak dhe nuk ka. Ai mekanizatori që ka punuar ka lënë kokë vetë këtë vrap. Po kësaj tash avash fillon dhe korrja e Jonxhës, kohë e parë që vjen kjo për të pastruar, sepse si shkohet edhe Jonxha ka shumë barishte, ka që është dorë e parë, dhe kjo pastrohet dhe përdoret për bardh thatëse për derisa dalë Jonxha safi. Në stinën e pranverës jemi. Pranverë gjithmonë. Dhe janë punë të ditës këto. Punë të ditës bujqësisë. Edhe gruri po këtë teknologjika. Shkojmë te gruri? E shohim nga afër, faleminderit. Ja tek është gruri, po. Ja tek është këtu. Kjo është buka e dorëve tona, apo jo? Gruri, buka e dorëve tona. Është rritur si statut pak shtatë i grurit. Po ta shikojsh. Tani është mirë. Po ta shikojsh. Po. Ky të shikë fillu të mbledhet, edhe del avash. Edhe po ta pak ditë po ta çajsh, tu mrena do dali kalliu, ja. Shi, wow, interesant. Ja ku është. Ju lutem qëndroni aty? Ja ku është kjo. Ke shef të thalbin e bërë? Po. Kjo është faza e kalliu të dal kalliu grurit. Kalliu i grurit. Po, tash i rritet. Ose kallxa e grurit. Kallxa e grurit. Janë fazat që të kaloj bima vetë. Bravo. Domethënë nga mbjellja në dorë, me 10-20 në dorë, kur është mbjell gruri, do vazhdoj mbirjen e gjithë me radhë derisa të filloj faza ngritjes, që quhet faza dhe faza kallëzimit, që fillon del kalliu. Është mbretësi kalliu shumë i vogël, tash, do të shkrijuese. Është në embrion, gati. Është krijuese embrion, dhe do vazhdoj të rritet deri avash sa të vi koha që nga 20 qershori mëse të hyj kombaja për ta korrë. Po, për ta korrë. Varieteti grurit këtu? Dajti, po ta them. Gjuhën e vjetër. Grur shumë i mirë. Tradicionali. Tradicional. Grur shumë i mirë, grur prodhues. Edhe gruri dajti është me gjys thek, nuk është me thek plot. Nuk është domosdoshmë i rritet, është gjys thek.